Në lajme do të ndiqni, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të ankimojë në gjykatën kushtetuese vendimin e GKO për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku. Në samitin për planin e zgjerimit zhvilluar në Tiranë, kryeministri Rama dha lajmin se duke nisur nga 2026 nuk do të ketë më tarifa roaming me Bashkimin Evropian. Sipas Bankës Botërore, sigurimi i qëndrueshmërisë dhe drejtësisë së pensioneve është kritik jo vetëm për mbrojtjen e të moshuarve, por edhe ruajtjen e stabilitetit fiskal. Shteti arkëton 6.5 miliard euro në 10 muaj, kontributet dhe pagat kanë edhe performancën më të mirë. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të ankimojë në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ai e cilësoi vendimin e pezullimit si rast unik në historinë e Evropës dhe si një cënim brutal të pavarësisë së pushtetit ekzekutiv. Qeveria shqiptare do të ankimojë në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në konferencën e përbashkët për media me komisioneren e zgjerimit Marta Kos, kryeministri e cilësoi si rast unik në historinë e Evropës dhe si një cënim brutal të pavarësisë së pushtetit ekzekutiv. Për sa i përket rastit konkret, duhet të them 3 gjëra. Spari, pavarësia e gjyqësorit nuk është as një slogan, nuk është as një manovër politike dhe as një eksperiment i përkohshëm. Por është një shkëputje historike nga e kaluara. Dhe e realizuar vetëm në vitet e fundit, kjo pavarësi ka sjell një risi absolute në jetën institucionale të Shqipërisë dhe zhvillime të padiskutueshme pozitive. Duke filluar nga një fakt i pamohueshëm, varrosja e kulturës 100 e kusur vjeçare të pandëshkueshmërisë. Por ama ka shfaqur edhe dobësitë e natyrshme të një pushteti krejt të ri, fëminor për nga mosha, si dhe reflekset vjetra antidemokratike. Së dyti, dua të theksoj se pavarësisht dhe përtej kostove të larta që kanë për vendin dhe jo thjesht për ne, këto reflekse të vjetra antidemokratike të trupave të reja speciale, për ne dhe për mua personalisht, mbrojtja e pavarësisë dhe ruajtja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë janë para kushte. Janë para kushte për çdo qëndrim nga ana jonë, sepse, siç thotë edhe një fjalë e mençur që mua më pëlqen shumë, kur nuk duhet hedhur fëmia bashkë me ujin e pistë. Dhe këtu vite e treta, pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht atyre dovësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lart. Ky është një rast unikal në historinë e Europës
dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Në vijim, kryeministri Edi Rama theksoi se nuk mund t'i përgjigjemi një arbitraritetit të këtyre përmasave me asnjë arbitraritet tjetër dhe nuk mund të angazhohemi me një betejë politike apo retorike me drejtësinë. Do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Këta jemi ne, ky jam unë, dhe kështu do të jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë antare të Bashkimit Evropian. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme të sistemit drejtësisë është prioriteti ynë absolut edhe përballë situatave kaq flagrante sa kjo situatë, për cilën po drejtësia duhet të gjejë përgjigjen kushtetuese. Sipas kryeministrit Edi Rama, pezullimi është vendimi i një gjykate, i cili do të çohet në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos u mblodhën këtë të premte në Tiranë në samitin mbi planin e zgjerimit. Kreu i qeverisë dha lajmin se duke nisur nga viti 2026 nuk do të ketë më tarifa roaming me vendet e Bashkimit Evropian. Tarifat roaming me Bashkimin Evropian do të marrin fund në 2026. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama në tryezën e përbashkët me komisioneren për zgjerimin Marta Kos dhe 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Rama gjithashtu foli edhe për nismën e Shqipërisë për identitetin digjital, duke qenë një hap përpara Bashkimit Evropian. Tarifat roaming midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s do të përfundojnë në 2026. Qytetarët tanë do ta ndjejnë efektin e ardhshëm drejt për drejt në xhepat e tyre. Me finalizimin e bazës ligjore nga komisioni, bisedimet nisin fillim të 2026-s, Shqipëria do të përfundojë harmonizimin e plot akive deri në prill 2026 jemi gati. Do të jetë sukses i jashtëm pas që ka shkurtuar tashmë kostot me 5-10 herë dhe ka bërë parat lëvizjen më shpejt se sa një thashë them ballkanik. Roaming nuk ka të bëjë me tarifat me fatura telefonike, por ka të bëjë me heqjen e një kufiri tjetër artificial midis qytetarëve tanë dhe Europës. Së shpejti identiteti digjital në Ballkanin Perëndimor do të pasqyrojë modelin evropian. Angazhimi që përtërim në Shkup, që janë portofole digjitale ndërvepruese, nuk janë një projekt teknologjik, janë bilet hyrëse në një Europë. Në fjalën e saj, komisionerja Kos tha se Bashkimi Evropian do të jetë një realitet i prekshëm për qytetarët shqiptar. Ajo shtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të forcojnë bashkëpunimin rajonal për të forcuar ekonomitë e tyre. Sa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende nën 10% të shumës totale, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë, vendet tuaja të bëjnë pjesë e tregut ton të përbashkët, e tregut ton të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës, pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët
tuaj. Në qershor do të kemi nga raundi i dytë i raportimit skadimin e periudhës një vjeçare të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura pra. Dhe rrezikohen thuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Kemi mungesë e curie në integrimin ekonomik rajonal, gjë që sjell rritje më të ulët ekonomike. Një treg i përbashkët rajonal plotësisht funksional do të rriste ekonomitë tuaja me 10%. Diskutimi u zhvillua në kuadër të samitit rajonal Plani i rritjes rruga jo në Bashkimin Evropian, të mbajtur në Tiranë. Gjatë samitit rruga drejt BE-s në Tiranë u njoftua miratimi i një granti prej 54 milion eurosh i cili do të shkoj për programin e transportit të sigurt dhe të qëndrueshëm i administruar nga Banka Botërore. Programi ka si objektiv përmirësimin e sigurisë rrugore dhe hekurudore, përfshirë digitalizimin e proceseve, promovimin e praktikave të gjelbra dhe lehtësimin e tregtisë përmes pikalimeve kufitare. Përfaqësuesja e Bankës Botërore theksoi se bashkëpunimi për këtë projekt është zhvilluar në mënyrë të ngushtë dhe në harmoni mes vendeve përfituese, duke cilësuar grantin si një paket unike investimesh, i cili synon të afrojë rajonin e Ballkanit Perëndimor më pranë Bashkimit Evropian. Eci mëtej, Shqipëria do të përfitojë afro 1 miliard euro në formën e granteve dhe kredive nga Bashkimi Evropian në harkun e 3 viteve, ndarë në sektor të veçantë. Pjesa më e madhe e fondeve shkojnë për reformat në drejtësi, afro 267,7 milion euro, ndërsa për përmirësimin e klimës së biznesit janë përcaktuar 209 milion euro. Shqipëria do të përfitojë afro 1 miliard euro deri në vitin 2027 nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, të cilat do të shkojnë për realizimin e disa reformave në disa fusha. Disbursimi i mbështetjes së Bashkimit Evropian do të kushtëzohet nga progresi i matshëm në zbatimin e reformave të parashikuara në agjendë. Konkretisht, vlera e përgjithshme që pritet të përfitojë në parim vendi ynë për periudhën 2024-2027 në total arrin në 922 milion euro grant dhe kredi, pagesa të kushtëzuara me zbatimin e reformave kyçe, siç janë përcaktuar në agjendën kombëtare të reformave të secilit vend. Ndarë në sektor të veçantë, pjesa më e madhe e fondeve shkojnë për reformat në drejtësi, afro 267,7 milion euro. Përmirësimi i klimës së biznesit po ashtu merr një rëndësi të veçantë sa i takon fondeve grant dhe kredi në një vlerë prej 209 milion euro. Në kushtet kur Shqipëria po përjeton një emigracion në rritje dhe bizneset përballen me mungesën e fuqisë punëtore, për fuqësimin e kapitalit njerëzor janë programuar 189,5 milion euro. Sektori i energjisë dhe tranzicioni i gjelbër kanë marrë një rëndësi të veçantë për Bashkimin Evropian, fushë në të cilën do të shpenzohen për 3 vite afro 127,8 milion euro. Po ashtu edhe zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë kërkon më shumë investime për t'ju përshtatur kërkesave të reja nga tregu i punës, si dhe profesioneve të reja, zënë të cilin do të shpenzohen afro 127,8 milion euro. Kushtet e pagesës do të përcaktohen në bazë të plotësimit të hapave cilësor dhe sasior, sipas afateve kohore të përcaktuara për secilin vend dhe për secilën reformë, të cilat kanë si qëllim stimulimin e rritjes dhe vendosjen e përfituesve në një rrugë të qëndrueshme konvergjence për t'i orientuar ata drejt reformave specifike që lidhen me bazat e zgjerimit, proces ky që përfshin ndër të tjera dhe sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Stabiliteti makrofinanciar, menaxhimi i shëndoshë i financave publike, transparenca dhe mbikëqyrja e buxhetit janë kushte të përgjithshme që duhet të përmbushen për pagesat dhe lirimin e fondeve. Do të ecim më tej, Banka Botërore ka prezantuar ditën e sotme raportin mbi rishikimin e financave publike në Shqipëri, i cili analizon se si politikat fiskale mund të përshpejtojnë rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse dhe të ruajnë stabilitetin makroekonomik, ndërsa vendi përparon drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Banka Botërore rekomandon qeverinë shqiptare të ndërmarrë një sër reformash të fokusuara në mbrojtjen sociale, edukimin dhe të rishikojë në mënyrë urgjente skemën e pensioneve. Raporti mbi rishikimin e financave publike në Shqipëri analizon se si politikat fiskale mund të përshpejtojnë rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse dhe të ruajnë stabilitetin makroekonomik, ndërsa vendi përparon drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Një ndër gjetjet e raportit fokusohet në skemën e pensioneve, ku rezulton se deri në vitin 2060, 34% e shqiptarëve parashikohet të jenë mbi moshën e pensionit, duke e vënë sistemin nën presion.
Për këtë arsye rekomandohen reforma për të zgjeruar bazën e kontribuesve, përmirësuar mjaftueshmërinë dhe stimuluar jetëgjatësinë e punës për ta mbajtur sistemin e pensioneve të qëndrueshëm për brezat e ardhshëm. Në fund të fundit, rruga e shqiptarëve drejt konvergjencës në Bashkimin Evropian varet nga fakti që çdo lek publik të ketë vlerë. Pra një fushë ku reforma është urgjente janë pensionet. Sot vetëm rreth 46% e popullsisë në moshë pune kontribuon në sistem dhe shkalla mesatare e zëvendësimit është 32%, ndërsa popullsia e Shqipërisë plaket dhe migrimi vazhdon. Sigurimi qëndrueshëm dhe i drejtësisë së pensioneve është kritik jo vetëm për mbrojtjen e të moshuarve, por edhe për ruajtjen e stabilitetit fiskal. PFR thekson rëndësinë e investimit në fëmijët e vegjël, zgjerimin e aksesit në arsimin dhe kujdesin e ershëm të fëmijërisë dhe mbështetjen e familjeve, sepse këto janë themeli i rritjes dhe përfshirjes së ardhshme. Më lejoni të përfundoj duke theksuar se zgjedhjet që bën Shqipëria sot do të formësojnë të ardhmen e saj për brezat që do të vinë. Shqipëria mund të përshpejtojë udhëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe ne besojmë fuqimisht në këtë. Nga ana e tij, Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se raporti është një instrument strategjik që ndihmon në përmirësimin e mënyrës se si hartohen dhe zbatohen politikat fiskale. Kuadri fiskal që ndërtojmë sot do të formësojë të ardhmen e Shqipërisë për dekadat e ardhshme. Ai do të përcaktojë aftësinë tonë për të investuar në kapitalin njerëzor për të mbështetur biznesin konkurrues. Ai do të përcaktojë aftësinë tonë për të investuar në kapitalin njerëzor për të mbështetur bizneset konkurruese, për të ndërtuar infrastrukturë të fortë për të siguruar pensione dinjitoze dhe për të rritur qëndrueshmërinë ndaj rreziqeve klimatike dhe fatkeqësive natyrore. Rruga e zhvillimit të Shqipërisë lidhet mbi të gjitha me çlirimin e potencialit të njerëzve tanë. Ne kemi bërë përparime të rëndësishme, por mbetet ende shumë punë. Ne jemi të angazhuar për politikat bazuara në evidenca dhe për reforma që rrisin si cilësinë, ashtu edhe efikasitetin e financave publike. Raporti Bankës Botërore analizon panoramën fiskale të Shqipërisë, si tendencat makrofiskale, mobilizimin e të ardhurave dhe efikasitetin e shpenzimeve publike. Sipas të dhënave të Instat, 2 sektorët me peshën më të madhe në prodhimin kombëtar janë ndërtimi dhe turizmi, duke lënë pas sektorin e bujqësisë. Ky sektor në një dekadë ka humbur ndjeshëm territor në strukturën e përgjithshme. Ekonomia duket se po orienton gjithmonë më shumë aktivitetin drejt ndërtimit, tregtimit të pronave dhe turizmit. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se pesha e bujqësisë në prodhimin e brendshëm bruto po zbehet vit pas viti, duke lënë hapësirë për sektorin e ndërtimit dhe shërbimeve. Sektorët që historikisht kanë krijuar ekonomi, vende pune dhe kontribut në prodhimin kombëtar po përjetojnë një krizë të thellë duke ndikuar negativisht edhe në rritjen ekonomike. Në 6 muajt e parë të këtij viti bujqësia u tkur me 2.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ndërsa industria ra me 3.7%. Për vitin 2024, bujqësia përbënte 15.45% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërtimi 11.92%, ndërsa aktivitetet e pronave 4.95%. Së bashku, ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme përbën 16.59% të PPB-s, duke kaluar kështu bujqësinë. Përgjatë një dekade, pesha e bujqësisë në prodhimin e brendshëm bruto ka rënë nga 19.12% në vitin 2014 në 15.45% në vitin e kaluar dhe rënja vazhdon ende. Të njëjtën panoramë paraqesin treguesit edhe për sektorin e industrisë. Scanintel ka analizuar strukturën e vlerës së shtuar bruto sipas qarqeve për të parë se në cilin qark ka rënë më shumë pesha e bujqësisë. Sektori shfaq rënje në pothuajse të gjithë qarqet kryesore. Elbasani regjistron rënje të peshës me 5.9%, Durrësi me 3.1, Vlora me 3.2, Shkodra me 2.3 dhe Fieri me 1.9. Këto shifra sinjalizojnë jo thjesht vështirësi sezonale, por një tkurje strukturore të sektorit. Vetëm disa zona periferike shfaqin rritje si Kuksi me 4.5%, Gjirokastra me 1.8 dhe Berate me 1.1, që lidhen më shumë me bazën fillestare të ulët se sa me zhvillimin real të qëndrueshëm. Ky trend konfirmon se bujqësia po humbet peshë ekonomike në shkallë kombëtare. Afro 6.5 miliard euro janë arkëtuar në buxhetin e shtetit për gjatë 10 muajve. Performancë të ndjeshme pozitive kanë pasur të ardhura tatimore, kryesisht kontributet dhe tatimi mbi pagat. Buxheti i shtetit ka arkëtuar 628 miliard lek, apo rreth 6.5 miliard euro në 10 muaj, me një realizim në masën 99.7% e planit të periudhës. Krahasuar me 10 mujorin 2024, u mblodhen rreth 37.7 miliard lek më shumë, ose 6.4%. Të ardhurat tatimore për periudhën janar-tetor 2025 u realizuan në shumën 214 miliard lek,
25 miliard lek ose 13.2% më shumë se janar-tetori i vitit 2024. Krahasuar me planin, janë 472 milion euro më shumë. Pothuajse të gjithë zërat kanë pasur performancë në rritje, por e shprehur në përqindje, rritja më e lartë i takon të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale, realizuar në 69.5 miliard lek, ose 26.5% më shumë se një vit më parë, ku ndikim të ndjeshëm ka pasur lufta anti-informalitet. Të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto u realizuan në shumën 56.7 miliard lek, 7.5 miliard lek ose 15.3% më shumë se janar-tetor 2024, ndikuar nga rritja e konsumit dhe turizmi. Të ardhurat nga kontributet u realizuan në shumën 149.1 miliard lek, ose 11.8% më shumë se janar-tetor 2024, si dhe me realizim prej 100.2% e planit të periudhës. Nga tatim fitimi u mblodhën 49 miliard lek, 1.9 miliard lek ose 4.1% më shumë se janar-tetor 2024. Të ardhurat doganore u realizuan në vlerën e 199.7 miliard lek, 9.3 miliard lek ose 4.9% më shumë se 10 mujori 2024 dhe me një realizim në masë 99.8% e planit të periudhës për të ardhurat doganore për vitin 2025. Shpenzimet e përgjithshme publike arritën në rreth 578.8 miliard lek me një realizim në masë 96.2% e planit të periudhës, ndërsa shpenzimet kapitale në rreth 66.4 miliard lek. Krahasuar me planin, ato u realizuan në masën 83.3%. Niveli i suficitit rezultoi në rreth 49.2 miliard lek për periudhën 10 mujore të vitit 2025. Krahasuar me 10 mujorin 2024, niveli i suficitit ka rezultuar 30.7% më i ulët, apo 21.8 miliard lek më pak. Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë ka zhvilluar konferencën e 25 vjetorit të themelimit, ku theksi u vu tek arritjet gjatë këtij rrugëtimi, sfidat si edhe rëndësia e profesionit të kontabilistit në procesin e integrimit evropian. Profesioni i kontabilistit në vend përballet me sfida të reja siç është digitalizimi, inteligjenca artificiale dhe konkurenca. Në konferencën e 25 vjetorit të themelimit të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë, u vu theksi tek arritjet, sfidat, rëndësia e profesionit të kontabilistit në zhvillimin ekonomik të vendit, luftën kundër informalitetit si dhe procesin e integrimit evropian. Ne kemi bindje dhe vlerësimi se profesioni i kontabilistit është i rëndësishëm në jetën e një vendi. Ai jep kontribut në zhvillimin ekonomik dhe në stabilitetin financiar, në funksionimin eficient të tregjes të kapitalit të sektorit publik. Sot profesioni i kontabilistit përballet me sfida të reja, që kërkojnë vizion, investim dhe përshtatje të shpejtë në ndryshime të tilla si përdorimi i teknologjive të reja, automatizimi dhe digitalizimi i proceseve, nevoja për aftësi analitike dhe digjitale, konkurrencë globale dhe standarde gjithnjë më të larta dhe mbi të gjitha sfida e tërheqjes së brezave të ri në profesion që kërkon modernizim, rritje të atraktivitetit dhe modelim të një kulture profesionale që frymëzon besim dhe perspektiva afatgjatë. Për kësaj të fundit me kënaqësi dëshiroj të theksoj që BMP sapo ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me ATSA, një organizatë e mirënjohur ndërkombëtarisht në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, një nënshkrim, një marrëveshje që mendoj se shënon një hap të rëndësishëm në rritjen e cilësisë së edukumit profesional, duke vendosur profesionin e auditimit dhe kontabilistit tashmë në një nivel të ri besueshmërie. Në konferencë u theksuar roli i pazëvendësueshëm i kontabilistëve në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jemi duke ecur drejt rrugës Bashkimit Evropian, anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kemi shumë ligje, kemi shumë nevojë për të përshtatur gjithë kuadrin legjislativ të Shqipërisë me atë të BE-s. Ka ligje që kërkojnë shumë punë, ka ligje që nuk kanë akoma, ne në vendin tonë nuk kemi akoma një koncept të formuar për ato ligje dhe ka nevojë që këto ti bëjmë vetë organike, së pari ti bëjmë vetë organike. Ndërkohë dhe ky është një proces dhe nuk është kaq i lehtë ky procesi, sepse ky procesi ka, si të thuash, një moment që punon kundra, që është koha e shkurtër dhe diçka tjetër që nuk e gjejmë dot aq kollaj ekspertizën në vend. Që kështu ky do të jetë një moment që edhe bashkëpunimi me vendet anëtare apo me vendet në rajon që kanë bërë një progres duhet të jetë shumë i konsiderueshëm edhe për shoqatën tuaj. Procesi i integrimit nuk është ligjet miratuara në letër, po janë standardet zbatuara në praktik
që shpeshherë ne nuk i shohim dhe ju më mirë se ne ndoshta shikoni edhe një medalje tjetër. Dhe në këtë epokë digjitale, transformimi mund të jetë i paparashikueshëm, po nga ana tjetër, besimi që ju sillni është besimi që i duhet sot ekonomisë, është besimi që i duhet sot biznesit, është besimi që i duhet sot individëve. Konferenca shënoi një moment reflektimi mbi kontributin 25 vjeçar të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, ndërsa pjesëmarrësit nënvizuan nevojën për rritjen e standardeve profesionale, forcimin e transparencës dhe përgatitjen e profesionistëve për një treg gjithnjë më të digjitalizuar dhe të integruar me BE-n. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin për eficiencën e energjisë, një nismë kjo që synon të ndryshojë mënyrën se si konsumohet energjia në disa sektorë. Drafti parashikon objektiva të detyrueshme vjetore për reduktimin e konsumit, ndërsa vendos administratën shtetërore si shembull për të gjithë vendin. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin për eficiencën e energjisë, një nismë që synon të ndryshojë mënyrën se si konsumohet energjia në sektor si transporti, ujësillës, kanalizimet, ndërtesa, industria, bujqësia apo infrastruktura dhe teknologjitë e komunikimit dhe informimit. Drafti parashikon objektiva të detyrueshme vjetore për reduktimin e konsumit, ndërsa e vendos administratën shtetërore si shembull për të gjithë vendin. Sipas projekt ligjit, duke nisur nga viti 2027, të gjitha institucionet publike qendrore dhe vendore duhet të ulin konsumin final të energjisë me të paktën 1% çdo vit, duke e krahasuar me nivelin bazë të vitit 2021. Për këtë, çdo godin publike duhet të kalojë në një sistem të rimonitorimi, raportimi dhe menaxhimi të konsumit energjetik. Në qendër të ligjit qëndron koncepti eficienca në krye, ku çdo investim, prokurim apo projekt i administratës do duhet të vlerësojë performancën energjetike gjatë gjithë ciklit të jetës së pajisjeve dhe godinave. Produktet që blihen me fonde publike, nga ndriçimi te ngrohja, pajisjet elektronike dhe automjetet, duhet të plotësojnë standardet më të larta të eficiencës. Sikurse edhe në ligjin aktual, njësitë e qeverisjes vendore detyrohen të hartojnë plane të veçanta të veprimit për energjinë dhe klimën. Detyrohen të hartojnë plane të veçanta të veprimit për eficiencën e energjisë, të cilat duhet të konsultohen me Ministrinë përkatëse dhe shoqërinë civile përpara se të miratohen nga Këshillat Bashkiak. Projekt ligji i ri që shfuqizon ligjin ekzistues të vitit 2015 synon të parafrojë Shqipërinë me direktivat e fundit të Bashkimit Evropian për eficiencën energjetike dhe do të shërbejë si bazë për investime të mëdha në ndërtesat publike, duke i kthyer ato në shembull të transformimit të gjelbër që kërkohet edhe nga sektori privat. Një raport mbi varfërinë energjetike i përgatitur nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon rritjen e investimeve në eficiencën e energjisë, veçanërisht në sektorin e banesave, ku humbjet nga mungesa e izolimit edhe pajisjet e vjetra janë ndër më të lartat në rajon. Një raport mbi varfërinë energjetike i përgatitur nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon rritjen e investimeve në eficiencën e energjisë, veçanërisht në sektorin e banesave, ku humbjet nga mungesa e izolimit dhe pajisjet e vjetra janë ndër më të lartat në rajon. Sipas raportit, Shqipëria aktualisht nuk ka një përkufizim zyrtar dhe sistem monitorimi për varfërinë energjetike, ndërsa politikat ekzistuese kufizohen vetëm në skemat e kompensimit financiar për familjet në nevojë. Por sipas raportit, kjo qasje është e pamjaftueshme dhe nuk trajton problemet që lidhen me gjendjen e amortizuar të ndërtesave, mungesën e izolimit termik dhe pajisjeve jo eficiente që rrisin ndjeshëm faturat e energjisë. Raporti vë në dukje se Shqipëria po përgatit një strategji të rinovimit të ndërtesave, e cila parashikon investime mbi 24 miliard euro deri në vitin 2050 dhe një fokus të veçantë te familjet me të ardhurat të ulta. Por ndërkohë që planet janë ambicioze, raporti thekson se në vendin tonë mungon një fond kombëtar për eficiencën e energjisë, çka e kufizon ndjeshëm ritmin e investimeve. Financimi aktual vjen kryesisht nga buxheti i shtetit dhe donatorët, si dhe nga skemat e Bergjet, të cilat u ofrojnë qytetarëve kredi për izolim, panele diellore dhe përmirësime në ngrohje. Dokumenti sugjeron se vendi duhet të krijojë mekanizma të dedikuar për të financuar rikonstruksionin e banesave të amortizuara, të cilat përbëjnë shumicën e stokut rezidencial dhe janë burim kryesor i faturave të larta të energjisë.
Bashkia e Tiranës ka shpallur hapjen e garës për hartimin e planit vendor të veprimit për energjinë dhe klimën që do të përfshijë një inventar bazë të emetimeve ku do të përcaktohet niveli i konsumit të energjisë në sektor të ndryshëm. Në transport, plani do të orientohet drejt uljes së varësisë nga mjetet private dhe promovimit të transportit të pastër përmes zgjerimit të flotës së autobusëve elektrik. Bashkia e Tiranës ka shpallur hapjen e garës për hartimin e planit vendor të veprimit për energjinë dhe klimën. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik në kuadër të angazhimeve strategjike të bashkisë për një tranzicion të qëndrueshëm energjetik dhe klimatik, qëllimi i planit vendor të veprimit për energjinë dhe klimën është arritja e neutralitetit klimatik në nivel qendror përmes një plani gjithëpërfshirës që përfshin miratimin e masave të reduktimit të tyre, përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, si dhe promovimin e politikave energjetike dhe mjedisore. Plani i veprimit për energjinë dhe klimën i Bashkisë së Tiranës do të përfshijë një inventar bazë të emetimeve ku do të përcaktohet niveli i konsumit të energjisë në sektor të ndryshëm, si ndërtesat, transporti, ndriçimi rrugor, industria, menaxhimi i mbetjeve dhe buqësia. Ky inventar do të mundësoj evidentimin e burimeve kryesore të emetimeve të dioksidit të karbonit dhe do të shërbejë si piknisje për planifikimin e masave reduktuese. Objektivat kryesorë të planit do të orientohen drejt reduktimit të emetimeve të gazeve me efekt serë, rritjes së eficiencës së energjisë, zgjerimit të përdorimit të rinovueshme dhe forcimit të sigurisë energjetike. Në fushën e ndërtesave, fokusi do të jetë në rinovimin energjetik të stokut ekzistues, përmirësimin e performancës së tyre energjetike, termoizolimin dhe instalimin e sistemeve fotovoltaike apo të pompave të nxehtësisë. Në transport, plani do të orientohet drejt uljes së varësisë nga mjetet private dhe promovimit të transportit të pastër përmes zgjerimit të flotës së autobusëve elektrik, zhvillimit të infrastrukturës së bicikletave dhe digitalizimit të shërbimeve të parkimit. Në sektorin e ndriçimit rrugor do të instalohen sisteme inteligjente të menaxhimit. Në menaxhimin e mbetjeve, masa do të përqendrohen në riciklim. Ndërkohë, menaxhimi i ujrave dhe gjelbërimi urban do të kenë një rol të rëndësishëm në përballimin e përmbytjeve dhe reduktimin e efektit të ishullit të nxehtësisë urbane përmes programeve të gjelbërimit, pyllëzimit dhe zgjerimit të parqeve. Në sektorin e industrisë, potenciali për reduktimin e konsumit të energjisë elektrike lidhet me aplikimin e burimeve të rinovueshme, kryesisht përmes instalimit të paneleve fotovoltaike, të cilat ulin varësinë nga rrjeti dhe kontribuojnë në eficiencën energjetike të ndërmarrjeve. Shumica e ndërtesave janë ndërtuar para hyrjes në fuqi të standardeve të performancës energjetike të vitit 2016, duke sjellë humbje të konsiderueshme energjie për ngrohje dhe ftohje. Shkollat, çerdhet, ndërtesat administrative dhe objektet e kulturës përfaqësojnë një sektor publik me potencial të madh për rinovim energjetik dhe instalim të burimeve të rinovueshme. Shqipëria do të krijojë një qendër rajonale për kërcënimet hibride ndarë në 3 shtylla teknologjike, operacionale dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale, sipas drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike Glitafa. Nga ana tjetër, zëvendës ministre e Mbrojtjes Blerina Brazda theksoi nevojën për sisteme rekreative e proaktive ndaj sulmeve kibernetike, ndërsa përfaqësues të Këshillit të Evropës paralajmëruan për rrezikun nga aktorë si Rusia dhe Irani. Shqipëria do të krijojë një qendër rajonale në fushën e kërcënimeve hibride. Kështu është shprehur drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Glitafa, ku sipas tij habi do të garantojë një mbrojtje më të madhe ndaj këtyre kërcënimeve. Në muajt e fundit ka pasur një rritje të sulmeve kibernetike, por ato janë parandaluar me sukses nga sistemet e mbrojtjes. Kjo rritje e sulmeve kibernetike nuk është shoqëruar me ndikim në infrastrukturë dhe ekonomi, theksoi Tafa. Ne tentojmë që të ngrejmë një qendër e cila do ndahet ose do të mbahet në 3 shtylla, në shtyllën e implementimeve teknologjike, të cilë duke, po themi, përballuar dhe duke kuptuar se si teknologjia do të përballojë në mënyrë teknologjike kërcënimet të cilat vinë nga inteligjenca artificiale, nga teknologjia quantum, nga teknologjitë e tjera dhe shfrytëzimeve të OT-ve e tjerë,
Dhe shtylla e dytë, këmba e dytë, është operacionale, që përfshin të gjitha implementimin e politikave, standardeve, metodologjive të vlerësimit të rrezikut, të menaxhimit proaktiv dhe reaktiv. Dhe shtylla e tretë e këtij habi do të jetë i bazuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale në nivel ekspertësh të institucioneve, në nivel akademie. Zëvendës Ministri e Mbrojtjes, Blerina Brashta, nënvizoi rëndësinë e të pasurit sistemeve të forta që i përgjigjen në mënyrë të menjëhershme kërcënimeve hibride. Shqipëria ka çdo ditë sulme cyber që qëllimin kryesor e kanë marrjen e informacionit për ta përdorur në mënyra të ndryshme. Çështja është që sistemet të jenë reaktive dhe proaktive, që në momentin që kemi një sulm, jo vetëm ta kuptojmë që po na vjen një sulm, po edhe ta kundërbalancojmë sulmin. Ndërkohë, përfaqësues nga Këshilli i Evropës deklaruan se kërcënimet më të mëdha hibride vijnë nga shtete si Irani. Rusia është aktori më i dukshëm i kërcënimeve hibride në rajon, por këtu në Shqipëri kemi parë shembuj të sulmeve të lidhura me Iranin, po ashtu kolegët këtu në Shqipëri janë fokusuar në ndërtimin e një mekanizmi të brendshëm të përgjigjes. Gjatë kësaj jave, Qendra Evropiane e Ekselencës kundër kërcënimeve hibride në bashkëpunim me AKSK-n organizoi në Tiranë konferencën dhe ushtrimin e simulimit mbi kërcënimet hibride në Ballkanin Perëndimor, duke mbledhur përfaqësues nga vendet e rajonit BE dhe NATO. Mirë, në përfundim të këtij edicioni informativ në rubrikën në brendësi të lajmit, do të keni mundësi që të ndiqni në minutazh më të zgjeruar lidhur me sigurinë kibernetike në Shqipëri. Ndërkohë, eci më tej, sipas Eurostat, të miturit shqiptar kanë marrë rreth 13% të gjitha leve të para të qëndrimit të lëshuara nga vendet evropiane përgjatë këtij viti. Në nivel global, flukset më të mëdha vijnë nga Azia dhe Afrika, me përkatësisht 37 dhe 21% të lejeve për të mitur. Të dhënat më të fundit të Eurostat për vitin 2024 tregojnë se Shqipëria vijon të jetë një nga vendet kryesore të origjinës së të miturve që marrin leje të para qëndrimi në Bashkimin Evropian. Nga rreth 147.000 leje qëndrimi të lëshuara për të mitur nga Europa, 13% i takojnë shtetasve shqiptar, duke renditur vendin tonë në pozicionin e tretë pas Ukrainës dhe Bielorusisë. Ky pozicionim e vendos Shqipërinë në qendër të hartës migratore europiane, veçanërisht për lëvizjet e fëmijëve dhe të rinjve. Në total në mbar botën gjatë vitit 2024 u dhan rreth 540 leje të para qëndrimi për të mitur, ku Europa përfaqëson një pjesë të konsiderueshme prej 27%. Këto shifra tregojnë se kontinenti i shtohet çdo vit një numër i madh të miturish që kërkojnë të integrohen në sistemet arsimore dhe sociale të vendeve anëtare të BE-s. Rritja e kërkesave nga Shqipëria lidhet kryesisht me bashkimin familjar, më pas me mundësitë për arsimim dhe perspektivat e një jete më të qëndrueshme në vendet pritëse. Në shkallë globale, Azia është rajoni me numrin më të madh të miturve që marrin leje të para qëndrimi, me rreth 201.000 fëmijë që përfaqësojnë 37% të totalit botror. Në krye të listës së shteteve aziatike renditen Siria, Afganistani, India, Kina, përfshir Hong Kongun dhe Pakistani. Paralelisht, Afrika përbën 21% të totalit botror, me rreth 111.000 të mitur, nga të cilët një pjesë e madhe vijnë nga Maroku, Egjipti, Nigeria, Somalia dhe Eritrea. Të dhënat tregojnë se këto rajone vijojnë të përballen me sfida sociale, konflikte dhe vështirësi ekonomike që ndikojnë drejt për drejt në emigracionin e moshave të reja. Edhe pse flukset më të larta globale vijnë nga Azia dhe Afrika, Shqipëria mbetet një nga vendet më të spikatura brenda kontinentit evropian për sa i përket emigracionit të miturve. Ky realitet nënvizon sfida demografike dhe socioekonomike që vendi duhet ta adresojë, teksa gjithnjë më shumë familje shqiptare zgjedhin vendet e Bashkimit Evropian për zhvillimin dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Mirë, do ndalemi me zhvillimet në Kosovë pasi zgjedhjet e caktuara më 28 dhjetor mundësojnë zgjatjen e përkohshme të buxhetit duke garantuar financimin e institucioneve publike për 2 muajt e parë të vitit. Ndërkohë, vendi po hyn në vitin 2026 pa buxhet të miratuar për shkak të mungesës së marrëveshjes politike në kuvend. Mbajtja e zgjedhjeve më 28 dhjetore ka shpëtuar sektorin publik nga mungesa e pagave në muajin janar dhe shkurt. Ligji për menaxhimin e financave publike mundëson zgjatjen buxhetore edhe për 2 muajt e parë të vitit pasues, nëse zgjedhjet mbahen në 4 muajt e fundit të vitit fiskal. Gjatë zgjatjes 2 muajore, çdo institucion merr rreth 16.7% të buxhetit të tij vjetor, në mënyrë që të vazhdojë funksionimin derisa të miratohet buxheti i ri. Më 20 nëntor, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani caktoi 28 dhjetorin si datë për
përmbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, pasi për 2 herë radhës deputetët dështuan të zgjidhin një ekzekutiv të ri. Osmani, që mbajti konsultime me partitë politike, tha se në takim nuk u arrit dakordësi mes deputetëve për miratimin e zgjatjeve buxhetore, ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe buxhetet për 3 komunat, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok. Kosova po hyn në vitin 2026 pa miratim të buxhetit shtetëror, pavarësisht se qeveria në detyrë udhëhequr nga Albin Kurti e ka miratuar një projekt ligj. Partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë kritikuan këtë vendim, duke thënë se Kurti si kryeministër në detyrë nuk mund të dërgojë në kuvent, që ka përbërje në një legjislaturë të re projekt ligjin e përgatitur. Vetë Osmani kishte shprehur shqetësim disa herë për mosmiratimin e buxhetit apo një projekt ligji për ndarje buxhetore, duke thënë se do të rrezikoheshin pagat e nëpunësve të sektorit publik. Ajo madje kishte thënë se do të ishte e gatshme të dërgonte në kuvent një propozim për zgjatje buxhetore që të kishte buxhet së paku deri në mars. Nga ana tjetër, qeveria Malit të Zi ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2026 me një deficit më të ulët në raport me vitin 2025, ndërsa në periudhën 3 vjeçare janë planifikuar investime kapitale me vlerë 1.1 miliard euro. Qeveria e Malit të Zi ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2026 duke synuar një deficit për 278 milion euro, që përkon me 3.2% të prodhimit të brendshëm bruto, më i ulët se hendeku i buxhetit të parashikuar për këtë vit për 3.5%. Plani i buxhetit bazohet në një rritje ekonomike të parashikuar për 3.2% në 2026, pak më e ulët se zgjerimi i pritshëm për 3.3% këtë vit, njoftoi Ministria e Financave, ndërsa për vitet 2027 dhe 2028 pritet një rritje ekonomike përkatësisht 3.1 dhe 3.2%. Zgjerimi ekonomik afatmesëm do të nxitet nga konsumi fort i brendshëm dhe investimet e mëdha në sektorët e turizmit, energjisë, infrastrukturës rrugore dhe telekomunikacionit. Pas ngadalësimit të presioneve inflacioniste në nivel evropian, pritet që Mali i Zi të ruajë një inflacion vjetor të qëndrueshëm prej mesatarisht 2.5% në vitet 2026-2028. Deficiti fiskal për 2027 parashikohet në 2.7% të prodhimit të brendshëm bruto dhe për 2028 në 2.8%, ndërsa borxhi publik neto për periudhën 3 vjeçare pritet të jetë mesatarisht 59% e prodhimit të brendshëm bruto. Investimet kapitale për 3 vitet e ardhshme janë planifikuar në 1.1 miliard euro, me buxhetin kapital për 2026 të parashikuar në 305 milion euro, 25 milion më shumë se këtë vit. Në një deklaratë të veçantë, Ministria e Financave theksoi se të ardhurat totale të buxhetit për vitin e ardhshëm janë planifikuar në 3.79 miliard euro. Buxheti i investimeve kapitale për 2026 mbulon 396 projekte me një vlerë totale prej 9.7 miliard euro. Këto përfshin ndërtimin e seksionit tjetër të autostradës Bar-Boljare, bypassin e Budvës, modernizimin e qendrave shëndetësore dhe shkollave publike, si dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Bashkimi Evropian mund të kompensojë ndikimin e tarifave tregtare të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse lehtëson tregtinë mes vendeve anëtare. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, nevojiten e reforma ekonomike dhe ndryshime strukturore për të forcuar qëndrueshmërinë e bllokut. Bashkimi Evropian mund të reduktojë ndikimin e tarifave tregtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse ul disa nga barrierat e brendshme, deklaroi presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Ajo theksoi se modeli ekonomik i Bashkimit Evropian i orientuar drejt eksportit është tronditur nga kthesa proteksioniste në nivel global, që nga tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump deri ke kontrolli i Kinës mbi mineralet e rralla, por presidenti i BCE-s argumentoi se bloku mund të përmirësojë rrjedhën ekonomike nëse lehtëson tregtinë mes 27 vendeve anëtare, duke marrë si shembull Holandën, një nga ekonomitë më të hapura të Bashkimit Evropian. Sipas analizës sonë, nëse të gjitha vendet anëtare do të ulin barrierat e tyre në të njëjtin nivel si Holanda, barrierat e brendshme mund të kurren me rreth 8 pikë përqindje për mallrat dhe 9 pikë përqindje për shërbimet, deklaroi ajo. Nëse do të arrinim vetëm 1/4 e këtij niveli, do të ishte e mjaftueshme për të rritur tregtinë e brendshme sa për të kompensuar plotësisht ndikimin e tarifave amerikane mbi rritjen, shpjegoi Lagarde. Ajo renditi reforma të gjera ekonomike, nga harmonizimi i tatimeve mbi vlerën e shtuar deri te krijimi i ligjit korporativ të përbashkët në Bashkimin Evropian. Kreu i BCE-s madje propozoi ndryshime strukturore në funksionimin e vetë bllokut, si për shembull një kuadër me pjesëmarrje vullnetare të quajtur regjimi 28. Lagarde gjithashtu lavdëroi shpenzimet fiskale
fiskale, veçanërisht në Gjermani, për të mbrojtur ekonominë dhe tha se Banka Qendrore që ka ulur ndjeshëm normat e interesit në vitet 2024-25 do të ndërhyjë sipas nevojës. Ne do të vazhdojmë të rregullojmë politikën tonë sipas nevojës për të siguruar që inflacioni të qëndrojë në objektivin tonë, deklaroi Lagarde. Mirë, si që prezentuam edhe më herët, Shqipëria do të krijojë një qendër rajonale për kërcënimet hibride ndarë në 3 shtylla teknologjike operacionale dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale. Ndjekim në vijim, pra në rubrikën Në brendësi të lajmit, një material të zgjeruar të përgatitur nga gazetarja Ledina Lezi. Bashkë ndajemi këtu dhe ritakohemi në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne. Siguria cyber dhe sovraniteti cyber është frontiera e re e sigurisë. Unë më herët në konferencë përmenda që cyber security është domeni i 5 i mbrojtjes në shumë shtete. Përmenda që artikulli 5 i NATO-s tani mund të aktivizohet për një situatë cyber. Pyetja drejt meje ishte se sa mund të ketë një shtet sot sovranitet në të dhënat, në data, në informacione. Gjithmonë më shumë ne shkojmë drejt cloudit, drejt përmbajtjes dhe integrimit të sistemeve. Ajo që garanton sovranitet për Shqipërinë është linja politike e Shqipërisë, sepse Shqipëria është në NATO. Pra, sovraniteti i tillë bëhet në nivel aleance, më shumë se sa në nivel individual të shteteve. Ne sot cyberin, Shqipëria ka një komand cyber, pra e kemi domenin e 5 të mbrojtjes së Shqipërisë, përveç domeneve të tjera që janë ajri, toka dhe deti. Dhe në këtë mënyrë përpiqemi që ta ruajmë sovranitetin në çdo mënyrë. Shkot duhet kuptuar që mbrojtja nga cyber dhe asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj deterrence nuk është 100% e përkryer. Siç e dini, Shqipëria ka çdo ditë sulme cyber që qëllimin kryesor e kanë marrjen e informacionit për ta përdorur në mënyra të ndryshme. Si në mënyrë hibride, për kërcënime të ndryshme, destabilizim politik, shpërndarje informacionit të pavërtet. Çështja është që sistemet të jenë reaktive dhe proaktive, që në momentin që kemi një sulm, jo vetëm ta kuptojmë që po na vjen një sulm, po edhe ta kundërbalancojmë sulmin. Situatën e sigurisë kibernetike vendi jon është gjithmonë nën sulme. Madje këto muajt e fundit ka një rritje të 2 herë gjys të sulmeve, por lajmi i mirë është që sulmet janë parandaluar, janë bllokuar, janë izoluar nga sistemi mbrojtjes. Kjo tregon që institucionet tona, publike dhe private, janë maturuar goxha. Kjo nuk na tregon ose ne nuk mund të boostemi dhe të themi që tashmë jemi më të mirët, por fakti që rritja e numrit të sulmeve kibernetike nuk shoqërohet me impakt në infrastrukturë, në ekonomi, në destabilitet apo në situata të cilët i përkasin domenit të hybrid threatit, ose kërcënimeve hibride, tregon një maturitet të institucioneve të vendit, si ato publike, ashtu dhe private. Situata gjithnjë më shumë bëhet më komplekse. Kjo është normale. Shqipëria është një vend që ndodhet në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe influencat e aktorëve keqdashës janë të ndryshëm, por kuptohet që unë do të ndaja në 2 boshte kryesore, në atë që mund të quajmë grupe të lidhura me shtetet përkatëse, ku dominon prezenca e sulmeve dhe tentativave që vinë nga shteti i Iranit, por njëkohësisht ka goditje që vinë nga grupe të cilat janë me origjinë ruse dhe një rritje sidomos në pjesën e produkteve OT, pra jo IT, po OT, sistemet të cilat i përkasin pjesës operacionalit dhe që është e ardhmja
me zhvillimin ekonomik të vendit, gjithmonë më shumë do zënë një vend në hapësirën digjitale, shikohet një prezencë e heshtur e aktorëve dhe grupeve me origjinë kineze. Pjesa tjetër, pjesa dormuese, janë ose të pamundur për të identifikuar, çka do të thotë që në çdo rast për ta pasur të qartë, një sulm kalon përmes atyre që quhen proxy, që do të thotë ne nuk mund të identifikojmë dhe të vendosim gishtin pa bërë një analizë mbi sjelljen e sulmit për të kuptuar origjinën e tij. Dhe pjesa tjetër mbeten grupe të cilët janë tashmë të armatosur me teknologjitë më të reja, siç është inteligjenca artificiale, dhe shumë kollaj mund të krijojnë një ambient kërcënues të cilët i drejtohet vendit tonë. Vitin e ardhshëm ne deri, tani kemi projektuar rreth 24 projekte, të cilët disa prej cilëve mbështeten nga qeveria shqiptare, disa të tjerë me partneritet me vendet aleate, ku një ndër to është edhe ngritja dhe ndërtimi i një hubi rajonal në fushën e kërcënimeve hibride. Pse themi në fushën e kërcënimeve hibride? Sepse kërcënimet hibride janë një domen më i gjerë që përfshin sigurinë kibernetike, propagandën e rreme ose disinformacionin, presionet të cilët vinë në ekonomi dhe në shoqërinë e vendit tonë. Për këtë arsye, ne tentojmë që të ngrejmë një qendër e cila do ndahet ose do të mbahet në 3 shtylla, në shtyllën e implementimeve teknologjike, të cilë duke, po themi, përballuar dhe duke kuptuar se si teknologjia do të përballojë në mënyrë teknologjike kërcënimet të cilat vinë nga inteligjenca artificiale, nga teknologjia quantum, nga teknologjitë e tjera dhe shfrytëzimeve të OT-ve e tjerë. Dhe shtylla e dytë, këmba e dytë, është operacionale, që përfshin të gjitha implementimin e politikave, standardeve, metodologjive të vlerësimit të rrezikut, të menaxhimit proaktiv dhe reaktiv. Dhe shtylla e tretë e këtij hubi do të jetë i bazuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale në nivel ekspertësh të institucioneve, në nivel akademie, ku tentojmë që bashkë me universitetet të ndërtojmë një rrjet modern të edhe një qasje të re ndaj mbrojtjes hibride dhe madje duke shkuar më tutje deri në pjesën e shkollave profesionale dhe shkollave të mesme me ndihmën e Ministrisë së Arsimit. Dhe e fundit, si pjesë e saj, e kësaj shtylle të tretë, është edhe diplomacia kibernetike, me të cilën ne i kemi shumë herë më të menaxhueshme dhe më thjesht, pasi ndjekim direktivat e Bashkimit Evropian dhe aleatëve tonë kryesorë, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës.